Ju keni përmendur, Lala, disa persona që po hetojnë nga SPAK dhe janë kandidat për deputet. Në mos gaboj. Pse është problematike kandidimi tyre si pas jush? Nuk janë subjekti dekriminalizimit sepse nuk janë dënuar. Pse këta duhet të veçohen? Pse keni këtë mendim? Sepse mendoj që nëse një parti politike hyn në zgjedhje me një kandidat që potencialisht të nesërmen mund të ndëshkohet nga ligji dhe në rasti konkret nga prokuroria e posaçme, mund të jetë një barrë e madhe për partinë politike dhe që sigurisht mund të krijojë problematika në të ardhmen. Dhe pavarësisht që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditën e sotme ka dërguar për hetim të thelluar 16 kandidatë që janë kryesisht nga partitë e vogla, jo nga dy partitë kryesore, Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike, unë vërej që në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, dy janë shqetësimet kryesore. Një kandidatët të cilët ose janë në akuzë nga prokuroria e posaçme, ose janë nën hetim zyrtarisht nga ky institucion. Dhe janë kryesisht në dy kampet kryesore politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Ndërkohë që një problematik tjetër që shoh ka të bëjë pikërisht me emrat e panjohur, pra në pamje të parë emrat të cilat shihen si pa probleme apo pa lidhje me krimin organizuar, apo të kenë rekorde kriminale, por në verifikime të thelluar apo ka të dhëna të arsyeshme, të cilat rezultojnë ose na bëjnë me dije se këto emra janë të financuar ose të mbështetur nga grupe të krimit të organizuar. Nëse ndalemi në Durrës, për shembull, vërejmë që një pjesë e madhe e kandidatëve vinë nga grupimi ose më saktë janë në një farë mënyrë të mbështetur nga Gjevdet Troplini ose i njohur si Poja, një personazh kontrovers i botës krimit. Po ashtu ka në listë emra të kandidatëve të cilët janë të mbështetur nga ish kryetari i Bashkisë së Durrësit, Van Gjushdako, i cili ka patur probleme me drejtsinë, shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër e njëjta gjë ndodh edhe në qytetet e tjera. Ndërkohë që sa i përket pyetjes tuaj, përse nuk duhet të jenë, unë jam me mendimin që po ta nisim te Partia Demokratike, vetë zoti Berisha në këndvështrimin tim, edhe pse ligjërisht nuk e pengon asgjë, sepse ligji i dekriminalizimit parashikon që të jetë i dënuar, në këndvështrimin tim do duhej të mos i ngarkonte Partisë Demokratike një barë kaq të madhe dhe të ftonte qytetarët të votonin vetë ato për sa kohë është në konflikt me ligjin, por të jepte frymarrje partisë së tij dhe të kishte emra të rinj dhe të paskeduar në listën e kandidatëve për deputet. E njëjta logjik në këndvështrimin tim vlen edhe për kryetarin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, i cili gjithashtu është në problematika me ligjin, është i arrestuar në dyshime për korrupsion dhe pasrim parash nga prokuroria e posaçme. Kjo është sepse të nesërmen mund të ndodhë që të marrë një dënim të formës së prerë dhe automatikisht mund të ketë problematika. Nëse shkojmë te Partia Socialiste, sigurisht që lista është shumë e gjatë. Nisim me ish-ministren e jashtme zonjën Olta Gjashka, e cila është në hetim nga SPAK për çështjen e pronave të ushtrisë. Kalojmë tek Ceno Klosi, ish drejtori i përgjithshëm i tatimeve, kalojmë më pas tek Klarin Dreca, deputet aktual i cili është zyrtarisht nën akuzë nga prokuroria e posaçme, pra janë një sër kandidatësh të cilët mund t'i ngarkojnë një barë Partisë Socialiste ose më saktë vënë në dilemë qytetarët për të votuar, për sa kohë ata kanë dyshime të arsyeshme sipas prokurorisë për të patur një dënim fajësie të nesërmen. Pra këto janë dy momentet në këndvështrimin tim që janë problematike në listat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Problematike është edhe qyteti i Elbasani, që në pamje të parë listat duken si të pastra me njerëz të panjohur e tjera me radhë, por kur fillon dhe gërmon lidhjet e tyre apo fillon dhe lidh fjet, kupton që një pjesë e madhe e kandidatëve të mazhorancës janë të ndikuar apo të mbështetur nga krimi organizuar, i cili këtë herë nuk është i shfaqur, pra nuk është në ballë të parë apo pareroj, por është i tërhequr dhe automatikisht ushtron ndikimin e tij për t'i patur këto emra në pamje të parë të pastër, por ndërkohë me lidhje të forta dhe që do të vijë në shërbim të krimit të nesërme nëse ata do të jenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë dhe do zgjidhen si deputet. Okej, zonja Lala, ky është njëri kënd vështrimi, po për shembull unë po përpiqem të shoh një kënd tjetër. Mosvall, kjo histori, ja një sekond. Mosvall, kjo histori ju, bara këta që këta mund t'i bëjnë partisë vet, është domosdoshme për të marrë vota. Për shembull, nëse heqin Partisë Demokratike opozitës Sali Berishën, prishet ashtu siç e ka ndërtuar Saliu, na prishet fare kjo parti. Në qoftë se heqim Ilir Metën, nuk ekziston fare kjo parti, mbetet vetëm Blushi që e kisha unë e kaluar këtu. Në qoftë se heqim edhe personazhet e tjerë që ti theja ta mbaroj, mos ndoshta
nuk marrin dot vota socialistët, sepse kjo është mënyra që operohet në Shqipëri. Matematika që bëjnë krerët e partive me zgjesi me elektoratin e tyre është matematikë që duhet ta bëjnë ata. Nuk mund ta bëj unë në emrin e tyre, por unë mendoj që duke patur njerëz të cilët janë në konflikt me ligjin, janë të dyshuar ose në akuzë për momentin, mendoj si në Partinë Demokratike, ashtu edhe në Partinë Socialiste, është në këndvështrimin tim një minus shumë i madh për këto parti politike, për të bindur qytetarët të votojnë për sa kohë janë në konflikt me ligjin. Do të më presësh pak edhe dëgjoj që dhe kolegët, kjo i thoni ju, kushtetuta nuk i ndalon ata. Ja të pyesim dhe kolegët dhe pastaj vazhdojmë edhe me dy pyetje tjera për ju, që të vazhdoj unë pastaj minutat të tjera me Tryezën. Ja të pyesim dhe kolegët për këtë problem. Si e mendoni ju tani? Abileka, politikët njërë. Unë mendoj që të dënuarit, pavarësisht se çfarë parashikon ligji për dekriminalizimin, ata që janë dënuar për krime domethënëse, nuk mund të kandidojnë, pavarësisht se nuk i prek ligjive, kanë tejkaluar afatin e ligjit, mendoj. Dhe e dyta, ata që kanë një akuzë në SPAK, nuk duhet kandidojnë. Vërtet ata prezumohen të pafajshëm, por normali që kur merr një akuzë zyrtare, jo kur hetohesh, hetimi është me i paditë të çdo kujt mund të fillojë hetimi dhe ti nuk ma prijesi për asgjë, por kur ballafaqohesh me një akuzë zyrtare, ka një akt akuzë, kandidimi është i pamundur. Në përgjithësi. Po, një akuzë mund të ketë, po sikur nga drejtësia, pastaj japin dorëheqjen, pavarësisht Ja, një sekond, ja më shkruaj. Dhe më shkruaj njëri që është jurist, i zoti. Më thotë, po sikur pastaj të dalin të pafajshëm këta, ose s'pak të mos gjej prova dhe të mos ngrej akuzë, çfarë do thotë që ti e ke? Çdo të thotë se duhet bësh deputet patjetër. Jo, mund të... S'mund ta privon. Tani ne flasim... Nuk e privon dot. Nuk e të drejtën e zgjedhjeve. Një kur ke një akuzë, siç ka akuzë disa politikanë sot që kandidojnë, përfshirë dhe zotin Berisha. Dakor, më. Është dhe Pjaran Ndreca. Vetëm këta të dy janë në akuzë. Të tjerët janë të dyshuar. Po, të tjerët janë të dyshuar në hetim. Vetëm këta të dy janë në akuzë. Janë në hetim, nuk është... Po ndërkohë, mund të jetë e vërtet më gjithçka për këta. Nuk mba brisht. Po ja doli që s'është e vërtet pastaj. Ti ke shkuar drejt e tyre. Deputet, s'ka ndonjë gjë. Deputet jep imunitet veçantë. Tani të jesh deputet patjetër. Zoti Berisha ka një përgjegjësi më të lartë, por një deputet normal nuk ka pse të jetë deputet kur ka një akuzë. Ja, hap rrugën drejtësisë sepse nuk e ushtron pushtetin për të mbyllur rrugën drejtësisë. Qartë. Domethënë është çështje standardi, ka një diskutim mes moralit dhe ligjit. Ligji nuk i pengon askënd përderisa është i padënuar me një formë shprehje që të ushtrojë apo të kërkojë një pozicion apo një detyrë. Por në momentin që ne dëgjojmë akuza ndaj zyrtarëve të qeverisë, ndaj drejtuesve të qeverisë, dëgjojmë lajme që ata janë përfshirë në hetim.